Shkrimtari dhe publicisti shqiptaro-amerikan Zef Përgega promovoi në Lezhë 4 botimet e tij më të fundit, Bijtë e Barbaros, një libër i cili ndërthur fatin e shqiptarëve në mërgim me kujtesën historike të kombit dhe dashurinë për atë dheun, Udhiri i syrit, poezi, agimet e emrit tënd, vepër kushtuar Agim Doçit dhe Flaka Atmës, letër këmbime me personalitetet të shquara shqiptare. Në këtë veprimtari të zhvilluar në bibliotekën Gjergj Fishta, morën pjesë intelektual, studiues, shkrimtar dhe figura të njohura të letrave shqipe, të cilët ndan mendime dhe vlerësime mbi veprimtarinë letrare të Zef Përgegës. Ai synon që pikpamjet e tij, botën e tij shpirtërore, tua thotë edhe të tjerëve, të komunikojë edhe me të tjerët. Për mua Zefi është një zbulim, me aq sa kam parë deri tani. Po si thon asaj fjalës urtë që nuk ka nevojë ta pish gjithë butin për ta kuptuar cilësinë e verës. Duhet të them që zoti Përgega është ndër zërat më të përkushtuar të shqiptar të diasporës amerikane, kur mos po shoh pena e këtij njeriu që na sjell libra kaq të mrekullueshëm dhe kaq të duhur për letërsinë shqipe, për poezinë, për publicistikën dhe për studimin. I bën një shërbim të jashtëzakonshëm historiografisë tonë, e kulturës tonë kombëtare, çështjes tonë kombëtare e kështu me radhë. Unë vetë se uroj Zefin për këtë, e uroj me gjithë zemër, për gjithë sa bën edhe në këtë fushë përpos tjerëve siç janë ato të krijimtarisë të tij. Autori i këtyre botimeve, Zef Përgega, kërkoi më shumë vëmendje ndaj krijuesve shqiptar në diasporë, të cilët vazhdojnë të kontribuojnë në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe pasurimin e kulturës shqiptare në Mërgat. A janë këto krijuesit e diasporës në librat e shkollave? E pse kjo ngushtësi e organeve tona shtetërore që këta njerëz i mbajnë shumë larg? Por ama kam bërë 45 libra e qëllimi im kryesor ka qenë që i kjo botë e madhe e diasporës shqiptare të prezantohet dhe të lidhet shpirtërisht me komunitetin këtu në Shqipëri. Zef Përgega, i cili prej më shumë se 20 vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është autor i plot 45 librave të profileve të ndryshme, duke dëshmuar një krijimtari të gjerë dhe të vazhdueshme letrare.